Vlera e doganës për veturat që importohen në Kosovë nga Korea e Jugut nga tani e tutje do të jetë e bazuar në çmimin e blerjes në shtetin aziatik. Deri tash ato zhdoganoheshin në bazë të katalogut të tregut të veturave nga Evropa, që vlerësohen më të shtrenjta. Ndryshimi u bë përmes një udhëzimi të brendshëm që ka nxjerrë dogana e Kosovës pas ankesave të shumta të importuesve për mbi vlerësim të mallit që gjykata komerciale dhe vetë burdi i doganës për ankesa i kanë vlerësuar si të drejta. Ky udhëzim parasheh që në situata të caktuara ku rrethonat objektive dhe dokumentacioni i vlerëshëm e lejojnë të përdoret metoda vlerësimit me të dhënat e disponueshme, duke harmonizuar çmimet automjeteve nga Korea me ato të katalogut të tregut evropian përmes një devijimi të pranuar të vlerës, e cila njeh karakteristikat e tregut dhe bazohet në një analizë të mirëfillt të profesionistëve të doganës së Kosovës. Në përgjigjen që ka dhënë dogana për shënjestrën nuk përmendet askund në përqindje diferenca mes doganës së një veture koreane dhe një tjetre evropiane të modelit të njëjtë. Autosallonet koreane në Kosovë pretendojnë për një zbritje prej 25% të doganës. Vendimi u mirëprit. Ky vendim është perfekt, jo vetëm për ne si sallon, po për të gjithë qytetarët e Kosovës, sepse u lehtëson taksa doganore. Shpresoj që shumë shpejt të hyjë në zbatim. Një qytetar në anën tjetër i tha shënjestrës se pagojnë 1400 euro më shumë për zdoganimin e veturës koreane të vlerësuar në bazë të tregut evropian. Që për dogan do të më vlejt rreth 3600 çdo diçka, po më ka dashur me pagu 5050 euro. Kumbo ankesë me avokate, po shpresoj që mi kthejnë qatë dallimin që është mes dy vlerave. Shënjestër.net